Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Nëse ju zhdukeni nga jeta e personit të zemrës tuaj, jeni në një lidhje, çfarë do të bëjë ky person? Pra zhdukeni, nuk keni asnjë adresë. Çfarë do të bëjë ky person? Ky person, edhe pse është egoist, do të vrapoj drejt teje, sepse ti për të je princesha e monedhës, femra e ti ideale, je mbretëresha e monedhës, femra e ti e shpirtit, e zemrës. Ky është pak person egoist dhe që do fuqi dhe komand. Ka një ego, por nëse ti zhdukesh, ky vjen drejt teje furishëm, duke u sjell këto mesazhe lumturie në qiell të pastër. Është pak indiferent tek pjesa e qetësisë shpirtërore. Pra nuk do që të ketë atë pjesën e qetësisë shpirtërore, të mos ta ngacmojë, mos ta ketë tek ajo pjesë, sepse lëndohet. Kur i prishet qetësia shpirtërore, ky person lëndohet me lëndime. Juve ju shikon si mbretëresha e shkopinve, një femër intelekte që sjell gjithmonë dashuri pas një lloj interesi, pas një lloj kompromisi. Pra vjen drejt jush me fjalë dhe me mesazhe lumturie në qiell të pastër. Me kë rezonon kjo energji? Me gërmën Z, me gërmën Q, C, gërmën A, me gërmën B, me gërmën D, L, Sh, K, F, E. Me shenjat e horoskopit mund të rezonoj se është energji e përgjithshme, mund të rezonoj me peshqit, me gaforen, me shigjetarin, me virgjoreshën, me dashin, me ujorin dhe me binjakët. Faleminderit shumë, miqtë e mi.